Hey guys, përshëndetje, mirë se erdhët sërish në një video tjetër me mua. Për të gjithë ata që s'njohin, unë jam Alketa. Këtu kam një dritë mendoj ta fik. Po. Edhe sapo kam vënë Arlin në gjumë, është diku atje, tani ja tregoj. Shikoni. Arli po flet gjumë, Amarili si sapo kam bëror detyrat edhe ka dalë lozin poshtë me një-dy shoqet e veta dhe unë kam bërë kafe. Edhe thash që të konsumoj kafen edhe të bëj një scrub për veten time, për fytyrën time, sepse më ka mbaruar dhe jam ulur këtu tek cepi im, tek cepi Amarli, që për momentin e kam sajuar këtu te shtëpia, por që shpresoj që shumë shpejt realizohet ajo që çka vërtet po luftoj që të realizohet. Edhe po, jam këtu tani edhe siç u thash desha të realizoja scrub për veten time me produktet natyrale, vaj esenciale të linjës Amarli. Pasi kremin edhe eliksirin e kam akoma, pasi të mbaroj ato, do të realizoj setin tjetër për veten time. Jam shumë e lumtur sepse po prek ëndrrën time edhe nuk ka gjë më të bukur për mua se sa të di se çfarë përdor për fytyrën time. Dhe fal kësaj shkolle që kam bërë, kam kuptuar që më përpara blija kremra edhe tek kinezi, edhe nuk e keni idenë se sa dëme mund të kemi bërë fytyrës pa lexuar dhe pa ditur se çfarë përmbanin ato kremra. Dhe faleminderit Zotit që shqyr Zotit akoma jemi mirë. Por që keni kujdes, lexoni çfarë merrni, produktet që janë brenda, edhe nëse ndjeni djegje ose jeni të kujdesshëm për temperaturën që mund të mbajnë ai produkt ose si duhet të mbahet pasi hapet edhe kështu me radhë. Kujdesuni për fytyrën sepse le të themi fytyra është një nga jo një, por fikse ajo gjëja që pasi një person prezantohet, është fytyra dhe duart janë dy nga pamjet më të rëndësishme në thonjza të personit, pasi fytyrën e tregojmë gjithandej dhe ka një rol shumë të rëndësishëm të çdo personi. Më falni që u flas ulët, por që kam Arlin këtu mbrapa edhe me që jam këtu desha të kthej gjitha të gocave që kanë provuar setin tim për sa i përket fytyrës. I falenderoj së shumë sepse review-t kanë qenë shumë të mira dhe e vlerësoj tepër shumë këtë gjë. Edhe gjithashtu review-t për vajin e flokëve, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për mesazhet që më nisni, për suportin. Unë jam e sigurt e bindur për produktin që shes, që kështu në një farë forme dija që rezultatet dhe përgjigjet do ishin shumë pozitive, por gjithsesi mirëpres. Gjithashtu kam bërë në një nga videot që kam hedhur, kam bërë edhe një krem për Kamilën, kunatën time, që ajo ka një lëkurë akneike me infeksion, se aknet i ka goxha të skuqura dhe të freskëta, nuk është një akne vjetër, pak nga mosha, pak nga hormonet, por gjithashtu dhe jo një trajtim i kuruar për lëkurën. Pasi mos harrojmë që aknet mund të ngelen shenjë në lëkurë për të jetën, edhe jemi fiks në një moshë, pasi Kamila ka 14 vjeçe për pak për 15. Duhet të kujdesemi së shumë pasi është fiks momenti ku o i kuron që mos të ngelet shenjë ose do të ngelet shenjë të jetën. Edhe diku këtu do t'ju lë një foto vetëm në 2-3 javë përdorim që ka pasur Kamila, pasi kemi ndetur edhe unë dhe burri im në kokë, do t'ju lëm rezultatin se si ka arritur dhe jam shumë e lumtur dhe për këtë, pasi e ndihmova. Edhe këto janë të rejat e fundit, siç ju thash, tani do t'i futem punës, do pi edhe kafen time, edhe do bëj një scrub për vete, pasi të mbaroj, do ta hap sërish kamerën edhe t'ju tregoj. Qofse jeni duke pirë kafen njësoj me mua, tani që përshikoni videon, ju përshëndes dhe ma lini komentin poshtë dhe thoni Alketa po e pi kafen me ty. Ja, guys, e bëra edhe scrubin, si që shikoni, edhe më ka ngelur pak këtu që do shkoj të aplikoj tani bashkë me ju në banjo, të bëjmë një scrub fytyre. Shpresoj të më shikoni, pasi kam ardhur në tualet,
edhe si thash më ka ngelur pak, edhe dua ta aplikoj në fytyrën time. Mos ta shkojmë dëm. Ka goxha se që mendoj të bëj edhe për trupin. Imagjinoj që heq edhe make-upin, i kisha buz deluar me buzëkuq mat, edhe heq make-upin. I kam vënë këtë telefonin këtu mes luleve, se s'kam ku ta qëndroj. Duhet të skuqet fytyra. Në këtë mënyrë të largohen pak mbas shmënje, në mënyrë rrethore. Edhe këtu të zona hondës, edhe këtu të balli. Si që tharë do shikoni një skuqje të lehtë të fytyrës, por që është shenjë e mirë, mos u shqetësoni. Do ndjeni që lëkura juaj, ndërkohë që largojmë qelizat e vdekura, pa pastërtit, shkojmë edhe thrasim gjak në fytyrë, zjojmë qelizat. I themi hej, zjoni. E shikoni që janë pak e kuqe në fytyrë? Është gjithçka? Okej. Tani të shkojmë ta shplajmë me ujë as të ftohtë, as të ngrohtë. Tjepido, njëtën të vakër. Me produktet që kam përdorur unë, nuk mjafton që nuk ka më as nevojë që të përdorësh kremra pasile për skrabin, sepse skrabi im përmban produkte natyrale, 100% esenciale, sa që ndërkohë që neve shkuam edhe hoqëm pa pastërtit e fytyrës, njëkohësisht super hidratuam, që kështu mbas skrabit tim do ndjeni një lëkurë super të butë. Marrim peshqirin edhe do t'ju tregojmë rezultatin që i kam vënë këto lullet këtu në mes. E shikoni çfarë ndriçimi? E shikoni. Një sekondë se do ju marr dhe t'ju tregoj. Atëherë, do shikoni si që thash ndes dhe pak drejtë këtu. Do shikoni si që thash pak skuqe. Atëherë, unë kam pak skuqe, por po t'i vini veshën jo në të gjithë zonën, vetëm në momentin ku qelizat flen gjumë. Ne shkojmë edhe zgjojmë. Edhe po ta shikoni, fytyra ime është super hidratuar dhe e ndriçuar, sepse si që thash, përveç se shkojmë që ta e pastrojmë, ne e super hidratojmë, ma besoni. Tani më ngeli edhe pak, dhe nuk du ta shkoj kot, do bëj një skrab të këmbët, dhe pasi të bëj skrabin, mendoj që nesër ose pas nesër të depilohem, se nga fundjava kam edhe kursin, edhe normalisht të kursim, duhet mi të depiluara pasi bëj masazh njëra tjetrës. Tani, si që thash, mund të lë edhe me kaq, thjesht të vë SPF, por me që unë i kam produktet, pse mos i përdor. Do shkoj të marr setin Amarli dhe do të vazhdojmë në vijim të vëm kremin edhe vajin, patjetër pastaj edhe SPF-n. Ja pra, u riktheva dhe dua t'ju tregoj SPF-n që kam marrë kohët e fundit, është kjo këtu, do të them që jam e kënaqur.
rëndësishme është që të bëjmë punën e vetë edhe të them të drejtën për 2 SPF që kam përdorur në tërë jetën time, për të dy jam të kënaqur që kështu. Vazhdojmë të vëmë kremin e Amarli anti-age kundra rrullave me super hidratim. Edhe pastaj shkojmë në bajnë. Ky kremi im është drejt fundit, o njerëz, po ta shikoni, kam mbaruar. Edhe një çik edhe më mbaron dhe më duhet të bëj një tjetër për veten. Por mos harroni që t'i mbani në frigorifer produktet e skincare-it tani që po vjen vera. Kur i bëni kremrat e Amarli, setin Amarli, do ndjeni me njëherë që lëkura ja udhëtis produktin me njëherë, jo më kot, sepse janë natyrale edhe fytyra e njeh, lëkura e njeh produktin natyral dhe të mirë dhe e thith me njëherë. Edhe kështu njerëz, duhet të kurojeni, duhet i bëni ditë për ditë, duhet të keni një rutinë shumë strikte, shumë të rregullt edhe rezultatet vijnë. Unë jam tepër e kënaqur nga produktet, sepse siç e shikoni, këtu jemi me një telefon Samsung edhe nuk kam asnjë filtri dhe janë me gjitha të mirat dhe defektet e mia. Siç e shikoni, këtu është lodhja ime, paqësia, por kam një fytyrë vërtet shumë të hidratuar, jam e kënaqur për këtë gjë, fal produkteve të mia. Për behar kam menduar të lançoj një set ku është i përbërë me scrubin, me kremin hidratues edhe me kremin me vajin e trupit, hidratues edhe të fytyrës me xixa. Ato që na shndrrin gjithande, që kështu rrini më ndiqni si në adresën time Alketa Amarildo dhe në adresën time Amarli Alketa, se aty do lançoj gjithçka. Gjithsesi do t'ju them më mirë avash avash, por më që jemi këtu, thash t'ja u cek pak si tem. Jam duke bërë akoma dhe logot, akoma s'kam mbaruar punë, ka puna, do shumë punë, çdo gjë do kohën e vet. Edhe po, pastaj çdo gjë do ketë një drejtim, le të themi. Akoma s'kam mbaruar kursin tamam, kam edhe 2 kurse dhe pastaj në datën 15 qershor është ditë e madhe për mua sepse marr diplomën e akademisë holistika, edhe normalisht që do ju marr me vete, por që jam pak emocionuar, pak frikë, pak ankse, por që jam e bindur që do ta marr. Për këtë nuk kam frikë, thjesht janë ato më duket si ëndër, domethënë nuk më besohet që unë ja rrita, unë ja dola, edhe po, tani do vëm edhe SPF-n, shumë pak SPF, por që jam shumë e lumtur sepse seti Amarli më ka hequr të gjithë njollat që më kishte lënë Llazania Arlit, po gjitha më ka hequr. Tani do vëm çik SPF, por shumë pak, se nuk është të do rri shumë në diell, ndenja pak shpar me Arlin, tani nuk mendoj se do rri në diell, por që ka këtë konsistencën dhe më pëlqen. Ruani lëkurën nga rrezet e diellit, sidomos në oraret më të nxehta, se ju shkaktoj njolla, pika të zeza. Edhe nuk është as pak e mirë për lëkurën. Mos harroni gushën, dekolten, se është e jona, se është e komshies. Dhe tani do t'ja tregoj më nga afër fytyrën time se si duket. Edhe do flasim pak për sa i përket Amarlit, sa t'laj pak duart edhe erdhëm. Okej. Super. E kisha lëmë të pëshirin këtu për kollaj, por e kam vendin këtu. Edhe këto do të marrin, po. Dhe këtu edhe t'ju tregojmë gocave rezultatin. Ja pra goca, rezultati i fytyrës time është ky.
Shikoni, kështu. Është tepër e hidratuar, shumë e ushqyer, e elasticizuar, siç e shikoni, poret janë të mbyllura, unda nuk rripet, është super hidratuar dhe ndriçuar, 0 pika të zeza, që kështu këtu kisha 2-3 mega njolla të zeza, kafe nga shtazania Arlit më kanë ikur, që kështu kam filluar të marr pak ngjyrë, po në mënyrë shumë uniforme dhe të shëndetshme, po t'i vi një re, që kështu për çfarëdo informacioni, pyetje, ju më shkruani, më kontaktoni. Tani do ju flas pak se çfarë kam menduar të sjell për ju këtë behar. Shkojmë ulemi diku ande edhe flasim. E keni parasysh kur thot Angela? Akolli në këtë pikë të jetës, mua po më vjen për të ngrënë bukë. Angela, të përshëndes zemër, më pëlqen shumë mënyra se si flet dhe i shpjegon gjërat. Je shumë inspirim bashkë me motrën tënde, sapo shikoja vlogun tënd. Edhe kam dhe koferin hapur atje. Do haj një pjadin, po, ngjove të mirë një pjadin. Por që ngjova Anxhelën që tha kur ka të shprehjen e vet që thot në këtë pikë të jetës. Është shumë gallat, për zotë. Tani do haj një pjadin. Ato mua. Normal që edhe ti do, gjithë duan, por ha, unë duan gjithë. Harli, ti qa do? Do dhe ti? E, ima në qërto. Kur mami ja një gjë e dëmë dhe ne. Sempre. Është e mirë. E që që? Prego. E poi. Niente. E poi, në këtë pikë të jetës ne do hajmë dhe kaq. Edhe nuk fola do të më shpar për sa i përket muhabetit që dash për gjysmë, sepse Arlin e kisha në gjumë, po sikur po grindej, edhe thash, bo mos më zgjohet, se ai kur zgjohet në mes të gjumit, që do më thënë që do akoma gjumë, por zgjohet, o zot, më mirë jo. E thash, okej, u shtriva atje, vura në gjoks dhe zuri prap gjumit dhe tani s'ka 5 minuta që është zgjuar. Edhe më shumë. Tani do bëjmë pjadin, do hajmë dhe kaq. Presim baba Maritën ndërkohë. Në këtë pikë të jetës. Adas. Aja. Pite. Hi guys, tu Charlie. Që shumë qëni fort, tani sa u vra dhe nuk qavi. Dhe erdhi te mami dhe thamë, qëni jo qanë, qëni shi fort. Superman. Adas. Të me zot. Qëni shi fort. Qëni mami e ka boss. Mami. Atë më palë. Ku do kështu? Palë. Që do të bari ti? Papatina. Do papatina? Si. Papatina? Si. Papatina? Si. T'japi mami një kinder vogël? No. Mami. Atia. T'japi mami një kinder vogël? Me ato kështu rëvëllaket? Si. No. Mami. Dai. Mami. Dai. Në kinder vogël ti, po të të mbaku më në na. No. No, e ti kulla. Si. Dhe një kinder të vogël? Në të marrë? A do për qështi? Të bali? Mami. Ku po them princeshat? Të bali? Mami se të mbua. Ku e fatë la bua? Ti se të bua. O io ho fatto la bua? Si. No, amore, non ho fatto la bua, io sto qui. Ma io... Hey guys! Quni u vra? Shiko si u vra quni me bici? Po quni është i fort! Shiko, be këshu në be që këshu, që je i fort. është i fort quni, daj, s'kajti, shëron. Tani do mbledhim lulu shtrydhe, guys! Jo shumë. Kape këtu. Këtu lartë.
Këtu lart. Këtu. Così. Ape, vere këtu tani. Jo do t'i hajmë, do t'i lajmë. Pastaj do t'i hajmë te goja. Kape këtu. Bravo. Jo do t'i hajmë, do t'i lajmë. Pastaj do t'i hajmë te goja. Kape këtu. Mashallah o zot, mashallah. Kështu, ashtu. Mashallah. O, mashallah, mashallah. Arli do t'i vësh këtu, pastaj do t'i hajmë. Kape? Këta e këputëm. Gabim. Na. Bërë aty. Pastaj do t'i hajmë. Lere aty, lere, pastaj. Kape këte. Kape këte. Oh, sa kërsiti. Paf. O mami, këto nuk janë bërë akoma mirë. Ti lem dhe në qik. Shumë ka. A ti lem dhe në qik neve ti këto të piqen? Do ti lem dhe në qik të piqen se nuk janë bërë akoma, okej? Ashtu. Mblodhëm vetëm kaq. Jo, shumë, puqi, jo shumë, sa shumë shgabim, e shumë. Hi guys, ne mblodhëm vetëm kaq shumë lushtryze. Tani do t'i lajmë edhe do t'i hajnë quni. Do ikim t'i lajmë, se shiko, janë pis. Jo, do t'i lajme. Se qanë kot. Na, s'ka i dhe. Meri, dhe shpejt e qesma t'i lash. Ajde ikim të qesma të banja t'i lajnë quni. Va bene? Mos qaj kot. Mami të mëson për mirë. T'ja pun piti, ha. Lucy, tjen. Prego. Është mirë? Është mirë? Është që ke thartë? Që ke thartë? Hi guys, mëngjes. Hi guys. Jam këtu me Arlin që isha te Mercato. Blevëm lule si gjithmonë, bleva dhe një pal shapka për vete, se shapka. Ato ishte shumë bukra faktikisht, që qa bën kë. Arli, prita një sërzor sa të është gjaja. Aspetta. Okej guys, ja. Arli këtu me bicikletë. Që është bërë shumë qamarok, shumë i strec, shumë fare. Arli, do rëzohesh. Edhe si që thash, mora lule, mora këto sot. Nuk kishte tulipan, doja tulipan sot, por nuk kishte. Nëse si. Edhe mora dhe një pal shapka, lëkure vërtet. Për periudhën tani, që mund t'i veshësh dhe me një fustan. Janë shumë të bukura, nuk janë për, si thuhet, të thjeshta, por janë të mira. Që mund t'i abinosh me çfarëdo lloj veshje. Edhe po, se tani është shumë nxehtë këthe nga ne, dje ka qenë 25 gradë. Sa që Arlin e kam lënë me të shkurtra. Edhe po. Kështu. Shkojmë në shtëpi tani. Tani ndalovi ky, se çfarë do bëjnë? O shofer, çfarë do bësh? Qa do bësh? Hajde pra, shkojmë të shtëpia. Hajde. Po gjelëm biqin. Po mere biqin. A ty do t'alesh biqin, ta marrin bimbët e tjerë. Hajde. Do e marrësh biqin. Gjithsesi, outfiti për sot njerëz ky. Hajde këtu. Marr bicikletën. Hajde pra, hip. Ava, shiko për para. Sa ditë bukra, qeta.
Super. Hajde s'dikim të shtëpia të rregullojmë lulet me mamin. Hajde. Do jedi muj. Hajde dashuri. Gocën e kemi në shkollë, babën në punë, dhe ne të dy të spia. O sa qëtësi janë këtë ditët, këndojnë zosht, qëtësi, asnjë lëvizje. Shumë. Por Arlia ma, të nxjerrë shumë që në nënës nga veshët, jo nga hundët. Ja guys, erdhëm në shtëpi dhe këto ishin lulet që zgjodhëm për sot. Edhe do t'i sistemojmë së bashku. Mirë lutin. Çfarë do të bëjmë? Çfarë do? No. Mos më kërko Kinder se nuk ke. Nuk ka Kinder. Do rregullojmë peluçkat me mamin, dhe t'i rregullojmë për jashta, do dalim për jashta të balkoni dhe do t'i rregullojmë se ka dritë më të bukur dhe pëse do t'i fusim brenda. Okej? Desha t'i tregoj pak edhe Arli! Kjo si fa? Desha t'i tregoj pak edhe si që tha shapta që kam marrë, më pëlqejnë shumë, i pagova, janë kampione. I pagova vetëm 20 euro. Janë këto, por më pëlqejnë aq shumë sa se keni iden, sepse kanë këtë prerjen kështu, është lëkurë e vërtet, dhe janë shumë të buta dhe shumë të lehta. Numri im është 36. Tani do t'i veshim, do t'i provojmë. Në direkt do t'i vesh, do t'i provoj dhe do t'i them si më rinë në këmbë, por që janë shumë tepër të bukura. Shikojini? Super të bukura. Okej. Ti shkojmë se rinë në këmbë. Ua, sa të rehatshme. Super, super, duken kështu. Shumë të bukura janë. Shumë të rehatshme, mua më pëlqejnë shumë. Edhe në estetik. Pas ka një estetik shumë super. Dhe do bëj edhe çik thonjë e këmbëve, do bëj një pedikyr, se këtë fundjavë kam edhe kurs. Edhe sa shumë më pëlqejnë se si më rrinë xhinkse tani, kur do pësohet ropi dhe është në peshën e vet ideale, çdo gjë është më okay, dhe kjo bluzë është shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Tani shkojmë që të rregullojmë lulet.
guys, tani pasi sistemova lulet, I thash Arlit mëngjes, edhe tani thash të merja pak disa plura, të shkoj një fshes shtëpis, edhe një leck, edhe pastaj të ri në balkon në dhoma ime në Dematan me Arlit, se ande ka diell për momentin, se dielli im fillon që nga dhoma ime, kalon në tualet dhe pastaj nga dhoma e Marilisit deri te sallon kuzhina derisa perëndon. Që kështu më duhet të sistemoj pak një pastrim total kuzhinës. E kam pastër, thjesht do thith ujin edhe do jap një, si thuhet, një kalim shpejt. Kam për të marrë pak plurat e tavolinës të vogël aty që është gjithë gishtat e Arlit. Edhe gjithashtu do ta vendim këtu, por që ngjan shumë bukur, nuk e di nëse shikoni lulet atje. Tu kam çik çaj edhe ujë dhe një dy gota që duhet vë lart, por unë keni dot dhe do t'i bëj Amarildo. Edhe thash që të bëja një video goxha, nuk e di sa gjatë sa shkurtër do bëhet kjo video, do të xhiroj edhe nesër që është e premte, dhe pastaj do ta mbyll edhe do nis video tjetër, që është weekend me mua, që unë kam kursin e parafundit, sepse kam edhe një kurs tjetër në fillim të qershorit dhe në 15 qershor pastaj japim provimin e fundit dhe mbaroj gjithë shkollën e akademisë, diplomohem edhe marr laurea e kësaj rrugëtimi, shkollës private që kam zgjedhur të bëj, dhe jam tepër lumtur, tepër krenare, kam pak angth, pak siklet, pak emocione, por janë gjëra normale, duhet jenë, edhe po. Mos u bë shumë stres. Mami, do të ne tupa. Dhe një çupa ti? E ma. Hapa, e kemi një çupa Arlit? Si. Ajde hapim çupin Arlit? Çupa këtu në Itali thojnë lëpirës. Arlit don një lëpirës, te Arlit nuk don asnjë gjë, thjesht ka teka. Jo, ato nuk kanë, ato janë ilaçe. Ajde këtu. Kur thot mami jo, është jo. Jo te kraja. Mami ka punë tani, çuni të shkojnë mashën. Sa vend mbetrat. Okay. E hapa. Aleluja. Na, që ka si e thyër kjo si. Okej, I futemi punës, marrim çik një dy plura. Deri atëherë, shihemi pastaj. Hey guys, neve është e premte. Siç e shikoni nga fytyra ime, ka qenë një ditë as pak e mirë. Më janë rikthyer vertigjini, thuhet këtu në italisht, nuk e di si shpjegohet në shqip kjo gjëja, nuk është as pak e mirë kur të vjen. Por që tani kam pirë 2 takiperina deri tani, shpresoj mos ja kem më nevojën takiperinës tjetër, por që me sa shikoj mendoj se po. Duket të na fillojmë që jam mirë. Por nga që burri ka punuar tërë ditën sot deri në orën 7:30 është në punë, mundohem t'i nxirrja pak fëmijët se kam mbajtur mbyllur tërë ditën sot. Dhe nxorra këtu tek bari që të marrin ndonjë gjë në patetinë, kështu dhe të shkojnë në shtëpi. Dhe diku këtu duhet ta mbyll dhe t'ju them që faleminderit shumë për suportin. Kemi arritur 2K, shpresoj që të bëjmë një video shumë të bukur për sa I përket I 2000 subscribe në YouTube. Ju falenderoj pa mas, edhe nesër nëse do jem mirë dhe shpresoj të jem mirë, nisim vlogun tjetër me weekend me mua në kursi parafundit, se pastaj kam diplomimin. Ciao guys! Shihemi në video në radhës!